Partia Demokratike ka zgjedhur që në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të përfaqësohet nga juristi Marash Logu. Kohët e fundit në sallën e seancave të mbledhjeve të KQZ-s, Marashi ka nisur të prezantohet dhe me një ose dy shoqërues. Zoti Logu bëri përshtypje kur u fut në sallë bashkë me një asistent, i cili në nisje të seancës u ul në krah të tij, por pas disa minutash u dallua që zoti Logu i tha diçka në vesh asistentit dhe ai u ngrit e u spostua në karriget e rreshtit të dytë. Kamerat nuk duhet të ngatëroheshin. Përfaqësuesi Berishës në KQZ është vetëm Logu dhe jo të tjerë. Një ditë më pas, Logu arriti në sallën e mbledhje me dy asistent, por kësaj radhe udhëzimet ishin dhënë më parë. Zoti Logu hyri rënd, ndërsa asistenti ndiqte nga pas me një dosje në krah. Pasi Logu u sistemua në rreshtin e parë, asistenti vendosi dosjen në tavolinë dhe tashmë dinte mirë se ku duhet të ulej. Ky është Marash Logu sot. Po kush është Marash Logu? E ka nisur karrierën e tij si jurist në zyrën e Eduard Halimit, dikur ministër drejtësie dhe më pas deputet. Halimi njihet edhe për promovimin në Partinë Demokratike të Gazmend Bardhit. Nga klikimi i lajmeve të vjetra dhe prononcimeve për shtyp të Halimit, kuptohet qartë që edhe Gazmend Bardhi ka zhvilluar karrierën e tij ditën që Halimi u bë ministër drejtësie. Ky i fundit gjithashtu ka përshëndetur zgjedhjen e Gazmend Bardhit si sekretar i përgjithshëm i Lulzim Bashës. Më tej gjithçka është histori e njohur, kurse Marash Logu, deri ditën që vazhdonte të punonte në studion e avokatisë së ish-ministrit Halimi, postin më të lartë e ka pasur si këshilltar i zonjës Vokshi në Komisionin Parlamentar të drejtuar prej saj, edhe aty si rekomandimi i ish-ministrit Halimi. Më pas Logu nisi të shfaqej në pozicionin e këshilltarit të grupit parlamentar Demokrat, ndërkohë që paralelisht vijonte punën dhe në studion e suksesshme të ish-ministrit Halimi. Është ende koha kur sjellja e Marash Logut në raport me njeriu që i kishte shkruar karrierën ishte në nivele shumë të larta respekti. Marash Logu vishte këmisha me inicialet EH. Kjo jo domosdoshmërisht kishte të bënte me adhurimin e Logut ndaj bamirësit të tij. Në fakt, jeta e Logut ka nisur mes bamirësisë të tjerëve, e kjo për shumë kënd do të nënkuptonte një Marash të brumosur me ndjenjen e mirënjohjes, ndaj kujdo që i shtrinte dorën për ta ndihmuar. Marashi ka origjinën e tij për të vau të Dejës në Malsinë e Madhe, i rritur dhe ushqyer nga kishat e zonës. Kjo ishte një dhënë që i ka krijuar me sa duket besimin zotit Halimi, te njeriu që vendosi ta fuste në derën e biznesit të vet privat, e natyrisht edhe ndjesinë e së mirës që duhet të bënte për të ndihmuar një djalë të ri të diplomuar në drejtësi. Kështu me sa kuptohet, kur Halimi nuk i duheshin më këmishat me inicialet EH, ato i duheshin Marashit. Deri ditën që Marashi filloi të përfituronte një asistent që i qepe nga pas për t'i mbajtur dosjet. Nga ajo ditë, bashkëbiseduesit e tij e gjenin duke dëgjuar me habi Marashin të përfliste dhe shante njeriu, këmishat e të cilit i kishte ende në trup. Inicialet e EH vijonin ndërkohë në mëngët e këmishave të Logut, ndërsa i shante pronarin atyre inicialeve. Eduard Halimi, si biznesmen dhe avokat i suksesshëm, nuk e kishte luks të tepëruar veshjen e këmishave me inicialet e veta, por ndoshta ato iniciale Logu i dinte siglat të rrobave firmato, se nuk shpjegohet dot si mund të shash njeriu që të ka dhuruar këmishën e vet e mbas edhe për t'i këmishës. Ky është Marash Logu me inicialet ML. Mos u habisni kur t'i shihni ato iniciale të shfaqen në mëngët e këmishave të Marashit. Mirënjohja nuk është në natyrën e Marashit, por mbase një gjë mund ta ketë mësuar nga mentori i tij.